Së pari, besimi publikut gjyqësor është themeli i çdo sistemi demokratik. Reforma jonë në drejtësi, e nisur mbi 10 vjet më parë në 2014, ka pasur si objektiv pikërisht rikthimin e këtij besimi përmes një pastrimit të sistemit dhe rritjes transparencës, integritetit dhe profesionalizmit në gjykata dhe në provori. Kjo që piknisja e procesit vetingut, ku u krye një vlerësimi kalimtar i mbi 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe që përfundoi me sukses në nëndor të vitit kaluar. Së dyti, diskutimet mbi marrëdhënien mes jurisdiksionit vendas dhe atij ndërkombëtar është kyç, sidomos për vende si Shqipëria, që synojnë integrimin evropian dhe mbështeten në parimet e të drejtës ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të gjykatave evropiane, por dhe më gjërë. Ministria e Drejtësisë si institucioni kyç në marrëdhëniet jurisdiksionale në fushën civile dhe penale, bashkëndan besimin se ndërveprimi midis jurisdiksioneve duhet të jetë harmonik në shërbim të qytetarit dhe të drejtësisë universale. Së treti, fokusi në përdorimin e mjeteve digjitale për një drejtësi më efikase është në përputhje të plotë me përparësitë tona strategjike, duke zënë një vend kyç në strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë 2024-2030, të udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë me pjesëmarrje në menaxhimin e çështjeve gjyqësore i CMIS. Qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë ka siguruar planifikimin e duhur buxhetor afatmesëm në vlerën 10.7 milion euro dhe janë siguruar fondet e duhura në buxhetin e vitit 2025 për të siguruar implementimin dhe financimin e plot këtij sistemi për gjyqësorin shqiptar. Ky investim, së bashku me mbështetjen mbi 7.5 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe mbi 1.8 milion euro nga qeveria suedeze, sigurojnë që brenda pak vitesh i tërë sistemi i drejtësisë të shërbehet nga sisteme moderne dhe të jetësoj i drejtësinë me impakt të drejt për drejt për publikun shqiptar. Të nderuar miq, kjo konferencë zhvillohet në një moment veçantë për Shqipërinë, e cila në vitin 2027 do të jetë mikpritëse e Kongresit Botëror të Drejtësisë, ngjarjes më të rëndësishme në rang global për drejtësinë dhe shtetin e drejtës, që mes së bashku kryetarët e gjykatave kushtetuese, gjykatave të larta dhe profesionistë drejtësisë nga e gjithë bota për diskutime të thelluara mbi temat më të rëndësishme dhe themeltare për drejtësinë. Ky është një vlerësim për progresin tonë dhe një përgjegjësi për të ecur përpara me përkushtim. Ju ftoj që këto ditë më vlorë të shërbejnë si një platformë për diskutime të thella dhe konkrete, për të ndarë praktikat mira dhe për të ndërtuar sinergji që i shërbejnë drejtësisë, qytetarëve dhe demokracisë.